Ju përshëndes prej Damasku. Jemi në qendër të lagjes së Arnautëve, ose Haret al-Arnaut. Në qendër të qytetit të Damaskut, gjatë muajit të Ramazanit, u organizua një mbledhim me 80 pjesëtar të komunitetit shqiptar, i cili u ndosh nga përfaqësues të gjitha grupeve shoqërore, përfshirë klerik, biznismen, ushtarak, punëtor, student, pleqë dhe të rinj. Ky mbledhim u kurorëzua me një premtim për rigjallërimin e shoqatës shqiptare në Damask, e cila ka kontekstin e saj në vitin 2026, ashtu siç ndodhi në vitin 1947, kur u themelua për herë të parë. Por çfarë u diskutua në këtë takim? Për TRT Ballkan flet profesori Muhamet Mufaku. Vetë fundit me këto kushte të rënda si pasojë e luftës civile shumë vjeçare, tani po ndihet nevoja e madhe që të përtrihet ajo shoqëri dhe shqiptarët të kenë një organizim vetëm që të tregoj edhe identitetin e tyre, edhe insistimin e tyre që ata të vazhdojnë të lidhen me trungun e tyre. Ata tani me sy janë ka trungu, sidomos tani pasi që Siria e njohë pavarësinë e Kosovës, edhe pritin tani më shumë komunikime të hapët të ndonjë konsulat, ndonjë ambasadë, edhe me fjalë tjera tani kemi një farë optimizëm. Kur më parë se kemi pas si optimizëm në mesin e shqiptarëve të Damaskut. Rënjët e shqiptarëve në Siri datojnë prej shekullit të 19, por kur më saktë u konkretizua organizimi i shqiptarëve në këtë pjesë të botës. Qyteti i Sirisë në kohën me njëherë pas luftës së dytë botërore me pasoja shumë të rënda ekonomike. Kështu paria u ndodh edhe vendosi të themeloj këtë shoqëri në mars të vitit 1946. Kanë ardhur në Damask vazhdimisht shumë shqiptarë edhe janë vendosur në kushte shumë të vështira, kurse pas luftës së dytë botërore në Siri ka ardhur një vend tre më specifike që ata si imigrant që kanë ardhur me përvoja ushtarake dhe politike, kurse më vonë me gru shtete me këto ndryshime politike në Siri, vërtet shumica e emigrantëve u kthyn apo shkuan në vendet perëndimore. Kështu që shqiptarët si kanë vetë, ata ishin më shumë isë prej Kosovë, Maqedonie, edhe disa familje prej Shkodre të Shqipërisë. Më tutje Mufaku tregoi mbi zanafillën e lagjes dhe xhamisë së parë të shqiptarëve në Damask. Sopol Abdyri ndërtoi në zokakën tjetër shtëpinë e parë si ishte bërtham e kësaj lagje, e më vonë u ndërtuan shumë shtëpi edhe u bë me këtë emër pra lagja e shqiptarëve. Dhe sot e kësaj dite e mban emrin Xhamia e Arnautëve.